Seanca parlamentare e sejntes theksoi edhe një herë injorimin dhe mospërfilljen që i bën kryeministri Edi Rama kuvendit institucionit ku supozohet që qeveria t'i jap llogarit të bëjë transparencë mbi çështje apo raporte të rëndësishme që ndikojnë drejt për drejt në jetën e qytetarëve. Dihet që Rama injoron kuvendin dhe veçanërisht repartin e tij politik. Kryeministri si kryetari i PS-s e di mirë si janë zgjedhur shumica e deputetëve, listat e mbyllura janë produkti i tij. Ata nuk i kanë asnjë borxh PS-s, por Edi Ramës, të tjerat në listat e hapura sërish janë futur duke i lutur Edi Ramës ose duke lobuar pranë tij. Kush ka fituar në atë garë sërish vjen nga votat e PS-s, ku kryetari është sërish ai. Të paktën në 2 vitet e fundit numërohen me gishta herët që kryeministri Edi Rama ka marrë pjesë në seancat parlamentare, edhe kur në thelb kanë diskutime mbi projekt ligje apo projekte rezoluta të rëndësishme. Te pjesa e opozitës as nuk dënjon të përgjigjet, atu shkojnë në seanca. Rama i shikon ata nga lartësitë e kullave që ndërtohen në Tiranë dhe pas 83 mandateve dhe pas votbesimit për herë të katërt nga shqiptarët me një jetëzgjatje 16 vite në pushtet, PD dhe opozita i duken milingona edhe pse është i mbuluar me skandale. Në seancën plenare të sejntes u miratua projekte rezoluta për integrimin e Shqipërisë në BE, ku Rama nuk ishte prezent, apo edhe në seancën maraton të 7 majit, ku miratuan 4 projekt ligje, një akt normativ dhe 6 projekt vendime dhe Rama shkoi në parlament vetëm për të votuar. Kryeministri prej kohësh injoron dhe shpërfill kërkesat për interpelancë dhe mocionet me debat apo në rastin më të keq ua delegon ministrave të tij teknik. Në një demokraci parlamentare që synon standardet e BE-s, një pranishë shumë e rrallë e kryeministrit në kuvend, sidomos në interpelanca dhe debate të rëndësishme, nuk është thjesht çështje agjende, por çështje e kulturës së llogaridhënies politike. Thelbi i parlamentit nuk është formaliteti i votimit të ligjeve, por kontrolli i ekzekutivit. Kur kryeministri mungon shpesh në seanca ku kërkohet përgjegjësi direkte, ky kontroll do bësohet në praktik edhe nëse nuk shkelet ligji. Kjo krijon një hendek mes parimit dhe realitetit. Institucionet ekzistojnë, por ndërveprimi i tyre bëhet i njëanshëm. Një model ku kryeministri paraqitet vetëm disa herë në vit në kuvend rrezikon të prodhojë pasoja të tilla si dobësimi i transparencës politike, sepse në momentin që u delegon ministrave të përgjigjen për pyetje publike, përgjegjësia politike shpërndahet, duke bërë më të vështirë identifikimin e vendimarrësit real, i cili në fakt është kryeministri. Një tjetër pasojë është se e kthen parlamentin në një institucion më shumë miratues se sa debatues, thjesht zbatues të qeverisë, dhe Edi Rama ka të gjitha mandatet të sillet me arrogancë dhe të mos shkojë, por kjo tregon edhe dobësi. Rama ecën përpara me monologët e tij në takimet me strukturat qeverisëse dhe politike lokale, por nuk përballet me debat të vërtet. Nëse mungon përballja drejt për drejt, debati parlamentar humb peshën e tij kontrolluese dhe kthehet në proces formal. Me 83 plus mandate është edhe më keq akoma. Një vend që synon integrimin në BE, standardi nuk matet vetëm me ligje të parafruara, por me sjellje institucionale. Një ekzekutiv që shmang shpesh ballafaqimin parlamentar me opozitën krijon një sistem të çekuilibruar në favor të qeverisë, që shumicën e kartonave e përdor për të strukturuar një parlamentarizëm formal ku përfaqësuesit e zgjedhur të popullit janë mbushës topi për një qeveri që duket se kuvendimin e ka bezdi të madhe. Kjo vjen nga skandalet, keqeverisja, arroganca dhe gjithë pushtetshmëria që profili i kryeministrit e zbret dhe poshtë. Në diskutimet e tij në qytete thot shërbim, komunikim me njerëzit, kurse vet nuk dënjon të përballet me debat në parlament, qoftë dhe betejë të fortë, jo se nuk mundet, por nuk do. Kryeministri ka detyrime të shumta ekzekutive dhe ndërkombëtare dhe nuk mund të jetë fizikisht i pranishëm në çdo seancë, por në momentet më kyçe politike, sidomos kur bëhet fjalë për llogaridhënie direkte apo integrimin, nuk mund të shkojë të vadis lulet e Europës apo kryeministrisë. Sa më rrallë të jetë prania e kryeministrit dhe injorimi i tij që i bën kuvendit në debatet për çështje të rëndësishme, edhe kur i plasin skandalet, edhe kur duhet të sqarojë politikat, edhe kur duhet të tregojë rrugën që ka ndjekur për integrimin, atje ku kërkohet përgjegjësimeria dhe pesha e kryeministrit, kur ai i injoron, i braktis, nuk i konsideron, besimi publik tek institucionet rrënohet dhe ky është fakt, rrënohet edhe besimi te vetë kryeministri.